Natyrshëm pas muajit Ramazan për një besimtar i cili e ka hall, e ka breng, e ka dert çështje shpirtërore, parashtrohet pyetje se si unë mund të vazhdoj pas Ramazanit, duke qenë një besimtar korrekt, një besimtar adhurues, një besimtar i cili nuk i largohet fesë Allahut te bareke ve teala. Si mund t'ja dal që adhurimin, agjerimin, namazin, leximin e Kur'anit, dhikrin, sadakan, si t'ja dal që t'i ruaj? Për faktin se Allahu te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an se ndonjëherë rreziku për veprat është edhe pas bërjes së tyre. Pra jo vetëm në fillim nga riaja, syfatësia, por ndonjëherë veprat rrezikohen edhe pasi që t'i kryejmë. Ka thënë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum." O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni dërguarit tij dhe mos i shkatërroni veprat tuaja. Pra, atë vepër të cilën e keni bërë, ato veprat të cilat i keni bërë, ato adhurime, qofshin agjerim, namaz, mos i shkatërroni ato. Dietarët kanë përmend se ka mënyra të shumta se si shkatërrohet ose si privohet njeriu prej asaj të cilën e ka bërë, prej shpërblimit të asaj të cilën e ka bërë. Një prej këtyre mënyrave është edhe kur njeriu i kthehet avazit vjetër. Pra, kur bën gjunahe, kur bën gabime, kur thjesht pas Ramazanit është ai që ka qenë para tij, pra kur Ramazani nuk ka lënë gjurmë ndryshimi tek ky. Prandaj mëkatet janë një argument jo vetëm që nuk është pranuar agjerimi, por Allahu na ruajt edhe që mund të jetë tërësisht i humbur. Pra, mund ngel njeriu edhe pa shpërblim fare për faktin se ai i është kthyer gabimeve dhe gjunaheve.